Në mars, kur pranvera po vente pas një dimri të gjatë, pa mbushur 22 pranvera, a i ra heroikisht. Në rikrijimin e kujtimeve me stilin e veçantë të flokëve dhe syzet, a i paraqiste modelin e të riut të kohës. Një sportist, futbolist, atlet apo karateist që priste garat, por shpirtin luftarak ja kishte dhënë liris. Riktheni kujtesën për një qast në rrezet e nxehta. Mendoni një të ri pas betejës së dimrit të madh të viteve 98-99. Kur era e liris po vinte, a i bie në betejë duke i bërë ballë shkëmbin. A nuk është kjo e mjaftueshme për ta bërë simbolin tuaj? Udhërfyesin që në liri t'i ndjekësh ëndrat tua. Në një shkollë moderne me plot mundësi, na tregon ti për suksesin tënd. Në rikrijimin e figurës së heroit, si do ta bëje ti profilin? Hajde, krijoje tregimin për të, krijoje animacionin që fëmijët ta njohin se si një i ri lartësohet për liri. Bëje identitetin e shkollës, bëje videon e historisë, përkthe në gjuhë të huaja që edhe bota ta njoh tregimin. EduCamp është shtandi për t'u informuar. Antena e Edu i kap valët më së miri.